Përshëndetje nga unë Klodiana, sot do të tregoj si të bëjmë teknikën e kapsulimit të ombre glitter në zgjatim me letër. Si fillim vazhdojmë me matjen dhe prerjen e letrës nëse është e nevojshme dhe bëjmë zgjatimin me gjel. Në rastin tim unë kam bërë me gjel të bardhë, por kur bëjmë teknika e kapsulimi unë gjithmonë rekomandoj që të përdoret gjeli transparent pasi dizajni duket në të dyja anët perfekt. Kështu që mos harroni bëjni këtë gjë, unë e kisha bërë ndërkohë zgjatimin, sepse po bëja një shpjegim për kursantet dhe më pas vendosëm për këtë lloj dizajni. Bëhet tharja, bëhet ngushtimi, bëhet fshirja, bëhet dhënia e formës dhe pas dhënies formës bëhet një shtresë gjeli transparent që nuk thahet dhe bëhet ngjitja e glitterit, pra e xixave. Me kujdes me këtë furçën detajuese bëni atë perfeksionimin e ombres në thojë natyral, afër thojit natyral, pra që të mbulohet e gjitha pjesa e extensionit, pra e zgjatimit. Mbas tharjes bëjmë një shtresë shumë të hollë të gjelit transparent dhe bëjmë këtë pjesën më të madhe të gjelit që mbulon dizajnin, pra ja pse quhet teknikë enkapsulimi, sepse enkapsulohet dizajni. Pastaj e kthejmë mbrapsht, i japim strukturë thojit, e bëjmë tharjen dhe bëjmë lëmimin dhe bafin. Kjo pra është teknika, është një teknikë perfekte. Nëse ju pëlqeu kjo video, më bëni follow, share, like videos për video në të ardhmen. Ju uroj një ditë të këndshme. Mirupafshim.